Bashkimi Evropian ose ndërkombëtarët të cilët e kanë marrë mafia ndërkombëtare, ka marrë peng Edi Ramën, ka vetëm interesin e vet këtu në Shqipëri dhe do ta majnë me rrena siç e kanë marrë gjithë kohën, dhe këtu nuk mund të merret pasaporta europiane kur vendi drejtohet nga bandat dhe nga grupet kriminale dhe shqiptarët ikin, janë larguar miliona shqiptarë. Jo, një ndërhyrje kisha unë sepse dëgjuam kolegun e opozitës që foli për banda. Tani vetëmja bandë politike që ne kemi parë në parlament është ajo e PD-s që për 4 vjet ç'nuk kanë bërë. Domethënë fillon që nga grushta dhe shkelmat mbi oficerët e policisë, vazhdon me dhunimin e foltores, me bllokimin e folsave të majorancës, pra të kolegëve deputet të Partisë Socialiste, dhe deri tek djegja shëmbullore e karrigeve, tamam si një model për çdo lloj grupi kriminal. Nga ana tjetër duhet të denoncoj gjuhën e Sali Berishës, që është e njëjtë me atë të Madurës. Maduro dhe Sali Berisha kanë folur me një gjuhë raciste kundër shqiptarëve. Unë e kuptoj që nuk ka pyll pa dera, kështu që edhe shqiptarët implikuar edhe në aktivitete ndërkombëtare të paligjshme, trafiqe, sidomos ku përmendet dhe droga, pa diskutim që ka, por që të perceptosh shqiptarët si e keqja më e madhe ndërkombëtare, për mua është një gjë shumë e rëndë edhe përsëris është gjuhë raciste. Dhe është e pafalshme që një politikan shqiptar si Sali Berisha përdor të njëjtat terma si Maduro i Kolumbisë.